E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të analizuar pak Rogertin. Rogerti ditën e sotme, gjatë gjithë kohës që e kam ndjekur në fakt Rogertin, e shoh që është i etur për të bërë diskutime, sepse strategjia e Rogertit është kjo që të bëj diskutime brenda në shtëpi, të krijoj dinamika, të krijoj show dhe jashtë rritet shikueshmëria, publiku më suporton, por dhe produksioni mua më mbron. Do me thënë kjo ka qenë strategjia e Rogertit. Një strategji e cila në fakt në asnjë mënyrë nuk funksionoi, në asnjë mënyrë nuk u duartrokit dhe nuk u mbështet nga publiku sepse përzjodhi edhe anën më të keqe të medaljes, e cila është ofendimi që realisht nuk është e pranueshme nga publiku shqiptar. A ka qenë Rogerti tensionuar këto 2 ditët e fundit? Në fakt, pyetja që më së shumti mua më vjen në mesazhet e mia është kjo. Tiron, në qoftë se Rogerti nuk del si finalisti i dytë, a mendon që Rogerti, duke patur një ego shumë të madhe, mund të largohet nga shtëpia e Big Brotherit? Tani, Rogerti, që në momentin e parë që ka hyrë në shtëpi, ju e dini shumë bukur që hyri me një maskë, edhe ishte i bindur që do të jetë fituesi i Big Brother VIP Albania 5. Por shtëpia brenda, do të thënë, të rëmben. Ti mund ta nxjerrësh të mirën tënde, por mund ta nxjerrësh edhe të keqen tënde. Tani Rogerti kishte bërë një logjik që unë do të jem më i keqi, pa marrë parasysh publiku jashtë si do të më vlerëson, unë do të jem fituesi me anën e tij negative. Tani, Big Brotheri dhe historia e Big Brotherit ka treguar që negativi dhe personazhi i tillë që ka përdorur këtë lloj qasje nuk ka fituar ndonjëherë Big Brother. Rogerti siç duket kishte ardhur me një kartë të jashtme që dëshironte ta fiton këtë spektakël. U amendsua që Rogerti mbrohet nga dikush, mbahet nga një sponsor i madh aty brenda, suportohet nga një sponsor i madh aty brenda, por edhe kjo do të thënë rezultoi që të bie në tokë, që nën kupton që nuk janë as sponsorat as askush që e vendosin fituesin e këtij spektakli. Intervista e mbrëmshme e Arber Hajdarit, i cili në Goca dhe Gra tha që unë mendoj që Selina duhet ta fiton këtë Big Brother, sepse ka qenë një gocë e cila ka kaluar të gjitha ofendimet e mundshme brenda asaj shtëpie. Siç duket ka trazuar shumë ndjekësit e Rogertit dhe ndjekësit e Rogertit e ndjejnë tek Rogerti që Rogerti dëshiron të largohet nga shtëpia, sepse agresionin që Rogerti e ka patur këto 2 ditët e fundit, ku ai e di shumë bukur që sonte, do të thënë Selina do të jetë në epicentër të spektaklit, ku sonte Selina do të jetë ajo vajza që do të duartrokite, do të thënë ai priste që i pari të shkon ai në finale, ka shumë vlerë ku shkon i pari, do të thënë merr një vend të veçantë në shtëpi, është më i suportuar, është më i dashur, është më i pëlqyer nga publiku. Rogerti siç duket brenda vetes së tij është duke bërë një matematik, a ta lë lojën apo ta vazhdoj lojën. Unë them që pasi që ma bëni këtë pyetje na mendon që Rogerti do të largohet, sepse ka përmendur shpesh herë në shtëpi dhe ka filluar që të dobësohet pak në lojë. Po, këto 2 ditë është dobësuar shumë. Do të thënë që me hyrjen e nënës së Selinës, Rogerti është dobësuar jashtëzakonisht shumë. Do të thënë është shndruar në një Roger tjetër, është shndruar në një Roger që është i etur të bëjë lojë dhe diskutime me Selinën dhe është i etur të afrohet afër Selinës. Në lojën që bëri vllau i madh nga Enzo Attini, e pam Rogertin shumë të përfshirë me Selinën dhe dëshironte që ta ndryshon krejtësisht atë qasjen, të krijonte një qasje krejtësisht të re në marrëdhënien e tyre, por këtë gjë Selina nuk e bën dhe më pas Rogerti vazhdoi përsëri me atë agresionin, duke përmendur edhe hyrjen e mamas, informacioni që ja dha mamaja, mesazhet që i dha mamaja Selinës. Tani, unë mendoj që Rogerti në qoftë se sonte nuk shkon si finalist, do të thënë si kandidat në fakt për të shkuar në finale i dyti, Rogerti do të kërkon që të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Mvaret sonte se si do të jetë qasja opinionistëve dhe produksionit. Në qoftë se opinionistët do ta kenë të njëjtën qasje siç e kanë patur me Rogertin më herët, do të thënë prajmin e kaluar, edhe pse në fakt jemi sinqert qasja nuk ka qenë te Rogerti, qasja ka qenë tek Miri. Unë mendoj që Rogerti do të thotë që unë do të dalë sepse do të jem më burr dhe jashtë do të kem atë shpjegimin që nuk e lash produksionin që të më përdor mua, që të tallet me mua, që të më shfrytëzoj mua. Edhe pse
produksioni e ka shfrytzuar Rogertin dhe Rogerti tani këtë gjë e kupton. Unë e kam thënë këtë gjën. Televizioni Top Channel e ka mbajtur Rogertin brenda në shtëpi në Big Brother vetëm për hatër të klikimeve që Rogerti ka patur. Se po të mos t'i kishte klikimet dhe po të mos t'a kishte publiku interesin e momentit ku këto grinden brenda në shtëpi, Rogerti nuk do të kishte qenë brenda në shtëpi në asnjë minutë. Për këtë jam jashtëzakonisht i bindur. Por show që e ka shprehur ai, luftra që ka bërë ai, edhe pse kanë qenë luftra me ofendime, e kanë mbajt audiencën bërthyer për ekrani ta shohin se çfarë po bën Rogerti me Selin, çfarë po i thot Rogerti Mirit etj etj. Rogerti nuk ka arritur që ta kupton që në shqiptarizëm Big Brotheri funksionon ndryshe, nuk është si në Angli. Këtu po i re e ke suportuar, e ke bërë yll jashtë, do me thënë, banorët të cilët kanë qenë të goditur nga banorët e tjerë në shtëpi, kanë qenë banorët të cilët kanë qenë të suportuar, të dashur dhe të duar trokitur jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dhe Rogerti këtë logjikën e lojës nuk ka arritur akoma ta kupton. Ai tashmë në këto 2 ditë e fundit e ka kuptuar dhe prandaj është gjatë gjithë kohës në mendime. Edhe tani që unë po e komentoj këtë video, Rogerti është në mendime të thella. Çfarë po ndodh me mua, çfarë do të ndodh me fatin tim, a do të jem unë në finale apo jo, apo unë duhet të bëj lëvizjen para se produksioni mua të më nxjerrën nga kjo shtëpi. Rogerti gjithmonë e ka thënë që mua do të më nxjerr publiku, por nuk është ai sinqerti. Rogerti nuk e pret dot dështimin, sidomos nga kjo lojë ku ai ka hyrë, domethënë me bindje të plot që do të jetë fituesi i këtij formatit. Unë mendoj që sonte gjatë Prime-it do të vendoset se çfarë vendimi do të merr Rogerti. Do ta merr vendimin që të qëndron dhe të pret se çfarë do të ndodhen me fatin e tij, do të shkon apo nuk do të shkon në finale, edhe pse me thënë të drejtën, unë e pres që Rogerti të jetë në finale, sepse produksioni do edhe në finalen e madhe shikueshmëri, do me thënë nuk e pres që Brikena të jetë në finale, unë e pres që Rogerti, Miri, Selin dhe Mateo të jenë në finale, kjo katërshe. Por si që duket, Rogerti është në një tension shumë të madhe, në një frikë, sepse Rogerti e bën matematikën ndryshe. Rogerti e çon Mirin me Selinën për punën e shtratit, që do me thënë i ka çuar deri në finale, dhe Mateon dhe Brikenën për faktin sepse janë çift brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe publiku i do këto gjëra. Dhe tani Rogerti ka arritur ta kupton që do me thënë nuk e ka mbështetjen e publikut jashtë, ka krijuar një armiqësi shumë të madhe jashtë, dhe kjo gjëja tani Rogertin po e mbyt. Sonte unë e shoh Rogertin që do të jetë shumë i ashpër gjatë Prime-it, nuk do të ri pa i thënë Arbrit edhe Monikës disa fjalë, do me thënë nuk do të ri pa i thonë këto gjëra, por toleranca e tepërt e produksionit edhe kundër drejt opinionistëve, do me thënë e ka bërë Rogertin që të kupton që ai thjesht është përdorur për lojë. Do me thënë kështu e kupton Rogerti momentalisht qasjen e tij. Por që të kërkon të del nga shtëpia, jam shumë i bindur, në qoftë se nuk përzidhet si finalist i ditë, Rogerti do ta lërë këtë lojë.